Qytetarët e Pejës e kam parë një gjë të rëndësishme. Politika nuk ka pse me qenë zhurmë me përditshme, nuk ka pse të mbjetoj me konflikt. Mund të jetë ritëm i përditshëm i pune, mund të jetë transformim që nuk ka nevojë as vërtet për të parë, dhe këtë qytet me përkushtim, me punë e me durim e ka udhëhequr lidhja demokratike e Kosovës në 4 mandate me Gazmend Muhaxherin. Dhe këtu lind pyetja thelbësore që duhet t'ja bëj vetës secili qytetar Kosovë. Nëse kemi ditur dhe dim të ndryshojmë Pejën, pse mos ta ndryshojmë dhe Kosovën? Nëse kemi ditur të ndërtojmë një qytet me ma shumë ritëm, ma shumë funksionalitet, me ma shumë jetë qytetar, ma shumë infrastrukturë, shkolla, qerdhe, pse të mos e ndërtojmë një republikë me të njëjtin seriozitet? Nëse kemi ditur të bëjmë këtu me punë të përditshme, ndershme, pa zhurmë, atëherë askush nuk mund na bind se nuk do ta bëjmë në gjithë Kosovën, nga 7 qershori le ta bëjmë në gjithë Kosovën. Dhe këtu qëndron dallimi kryesor mes nesh me mënyrën se si e shohim politikën. Ka një mënyrë politike që udhëhiqet me krizat përhershme, me tension, me fajsim, me armiq të rinj çdo javë, por ekziston edhe një mënyrë tjetër, një mënyrë që ndërton, që planifikon, që nuk jeton prej konfliktit, që bashkon. Ne jemi bashkuar pas një tre dhe lidhjes demokratike të Kosovës, shtrojmë dorën e bashkëpunimit e ftesës për gjithë qytetarët e Kosovës. Sepse qytetarët e Kosovës nuk kërkojnë më fjalë të thata, kërkojnë jo arsyetime, kërkojnë politikë që punon që ndryshon jetët e tyre. Dhe prandaj për këtë ne nuk kemi ardhur këtu para jush me fjalë të thata, as me propagandë, kemi ardhur me punë, projekte të qarta. Dhe do të fillojmë me atë që sot e prek secilën familje të Kosovës, me xhepin e qytetarit. Sepse jeta është bërë më rëndë në këto 5 vite, çmimet janë rritur, fundi i muajit është bërë edhe më i gjatë, e për shumë familje kosovare ankthi nuk fillon në fund muajit, por fillim të tij. Ka prindër që punojnë çdo ditë e prapë nuk arrin të kursejnë as edhe një gjë. Ka pensionistë që i numërojnë shpenzimet për barrat e tyre. Ka familje tëra që e matin çdo vendim me pyetjen apo ja dalim në fund të muajit. Dhe një shtet serioz nuk mund të rrijë spektator përballë një gjendje të tillë, nuk mund të sillet sikur se qytetari nuk lodhet e nuk dërmohet, sikur familjet nuk po rëndohen, e sikur rritja e çmimeve nuk po merr frymën njerëzve tonë. Prandaj ne LDK do ta ulim menjëherë barrën e kostos-së, do ta heqim TVSH-n për gjitha produktet bazike, për bukën, për qumshtin, për vajin, për mielin, për vezët dhe produktet esenciale të secilës familje kosovare, sepse buka e familjes kosovare nuk është luks, shporta bazike nuk mund të jetë barë me cilën ndërtohet propaganda e qeverisë. Po ashtu, do të vendosim moratorium të plot për çmimin e energjisë elektrike. Nuk ka me pas rritje të çmimeve të faturave të rrymës për 4 vitet e ardhshme me qeverisjen e lidhjes demokratike. Por qytetarëve tonë nuk i duhen vetëm çmime më të ulta, i duhen paga më të larta, prandaj do ta bëjmë koeficientin 150 menjëherë për rreth 80.000 punësuar sektorin publik. Mësuesi do ta ketë pagën 1.000 euro. Polici, ushtari, zjarfiksi, infermieri do të kenë pagat nga 900 euro. Dhe po do t'i dyfishojmë të gjitha pensionet Republikën e Kosovës, nuk do të ketë më pension më të ulët se sa 300 euro në muaj. Por një shtet nuk mbahet vetëm me paga më të mira, një shtet mbahet me familje të forta. E Kosova sot po përballet me një sfidë që nuk shihet gjithmonë në debate televizive, por dihet se në shtëpi, lagje, fshate, qytet, po
po na ikin njerëzit, çiftet e reja po e shtyjnë jetën, familjet po jetojnë me pasiguri për nesërmën, dhe kjo nuk është vetëm një numër, një statistik, kjo është çështje kombëtare, është urgjencë kombëtare. Prandaj nëpërmjet Ministrisë së Familjes do t'i ndihmojmë familjet tona duke i rregulluar shtesat, mbështetjet me ligje të forta të Republikës Kosovës, që ato mos mvaren nga fushatat elektorale, por t'i merrni rregullisht me rritjet planifikuara siç e meriton familja kosovare. Mbi gjitha duhet kuptojmë se shteti s'mbahet vetëm me ndihmesa, shteti mbahet me ekonomi, me ambicje të fortë, sepse asnjë shtet nuk është zhvilluar ndonjëherë duke shpërndar vetëm ndihma. Kur i jep vendi drejtim ekonomik, i jep dhe të ardhme. Prandaj LDK ka pakun investuese plot 5 miliard euro investime për 4 vjet, dhe gaz bëni gati sepse mpej do të mbështesim projektin e turizmit me borejën tuaj që se ka mbështet askush asnjëherë. Rrugën e Rrugovës do ta mbështesim si prioritet nacional i qeverisë së Republikës Kosovës. Këtë autostradën magjistrale shndruar do ta përfundojmë, e Dukagjinit do t'i japim autostradën e vërtet të Dukagjinit. E mbi gjitha do të bëjmë investimin më të madh në energjetik, jo vetëm të ripërtrishme në këton, por edhe energetikën me gaz, dhe atë me gaz amerikan, atë që kemi obligim kombëtar e histori. Prandaj po kemi një ekip, po kemi një program, mbi gjitha i kemi 110 kandidatë që si ka askush, juftoj për një dorë trokitje të madhe për të 110 kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por mbi gjitha juftoj për një dorë trokitje të madhe për Barcën Elisë Son, presidentin e 6 dhe më mbani për fjalë, presidentin e 7 të Republikës Kosovës, Vjosa Osmani Sadrio. Kush ma bën një foto?